Nderuar, ka pas dje një protestë në Tiranë në sloganin "Jo në emrin tim" për kryeministrin Rama në Izrael. Tani unë do me të pyet, ky kryeministri jonë, a e din që ne jemi një shtet me popullsi me shumicë muslimane, e para, dhe e dyta, a e din që do kishte një reagim qytetar? Shiko, e vërtet është kjo, Gendo, që kryeministri një shteti nuk niset mbi premise religjioze kur bën politikë në jashtëm, por sigurisht që kanë vëmendje edhe kontekstin religjios. Apo jo. Për shembull, pak më herët thash që konflikti izraelito-palestines në gjysmën e tij është një konflikt që lidhet me ekzistencën e shtetit, me sovranitetin, etj. Në gjysmën tjetër jo. Ama në të gjitha rastet ti nuk e përjashton dot që pjesë e madhe e konfliktit është Xhamia Al-Aqsa, është muri i lotëve, është dhe kisha e kisha e varrit. Domethënë, religioni është pjesë e konfliktit edhe për shkak të statusit që ka Jeruzalemi si kryeqyteti, po themi, i tre vendeve të shenjta të rëndësishme në nivel botror për tre besime të mëdha. Kështu që nuk anashkalohet dot kjo pjesë. Unë nuk do doja që kryeministri shqiptar të fliste në gjuhën religjioze, megjithatë ai foli keq. Sepse kryeministri tha, unë jam katolik, gjysma ime tjetër është muslimane dhe djali ka rrugën e lirë për të bërë hebre. E para herë që nuk i kupton disa gjëra. Kjo është një pjesë që përsëri do më lejosh ta kaloj që kufinë e etik të podcastit Haptas e ignorancës politikës shqiptare. Sepse hebre lind nuk bëhesh dot. Judaist nuk bëhesh. Kurse hebre lind. Apo jo. E para, e dyta, ideja e kryeministit, ai në fakt donte t'i tregonte se ne në Shqipëri kemi feja, domethënë nuk është komponent ndarës. Edhe gjeti një mënyrë për të treguar bashkëtesën fetare dhe konfigurimin fetar në Shqipëri. Por ne dy e dim shumë mirë që thuash katolik dhe nuk e shkuar asnjëherë në kish, ose thuash musliman dhe nuk e shkuar asnjëherë në xhami, ose thuash hebre dhe s'e shkuar asnjëherë në sinagogë, ky është abuzim. Ky është koncept i gabuar edhe te shqiptarët, edhe në botë. Ne themi, dikush thot, çfarë nga feja ti, për shembull, jam musliman. Po pse jam musliman? Se babai nga që musliman. Ose jam katolik, se babai nga që katolik. Ndodh në gjithë botë. Po ka i dallim shumë të madh. Ti kur flet për komponentin fetar, duhet flasësh për qasjen e vërtet reale që ti ke mbi fe. Dhe ti nuk je nga ato katolikë që shku në herë në kish. Paktën me çfarë unë di, nuk e di, ndoshta ka shkuar në herë dhe se ka bërë publike. Do ishte shumë mirë, sinqerisht, që unë i dua njerëzit që praktikojnë besimin e vet, pavarësisht zgjedhjeve që kanë bërë. Po ai nuk figuron. E dyta, po ashtu dhe bashkëshortja. E treta, bëri një gabim tjetër më të rëndë me të birin, sepse nga njëra anë do të tregonte liberalizmi religjioz. Tregu religjioz në Shqipëri është liberal. Nga ana tjetër tha, e përcaktoi djalin e vet. Djali im është i lirë të bëhet hebre. Domethënë është i lirë po të bëhet hebre, këtë që them unë. Sipas analizëve e përcaktoi për kryeministrin e ardhshëm. Tash ja, ndoshta kjo është pjesa kanë shprehur numre imagjinare. Kjo është pjesa e asaj që thashun, rapsodët dhe folkloristët shqiptar. Po duhet ta kishte në referencë edhe pjesën religjioze në këtë rast. Absolutisht po. Po është ndjeshme mirë, sepse janë vrarë njerëz. Për te idesë që ato janë civil vrarë në radh parë. Po pati dhe një luftë fetare të jashtëzakonshme, se janë shkatruar gjithë kishat dhe xhamit në Gaza. Dhe ky është kontekst religjioz. Harroj historinë që përbërja e popullit Gazës janë 10% krishterë në Gaza, janë dhe muslimanë dhe krishterë. Po unë nuk do të doja faktikisht ta trajtonte me konotacion religjioz, pavarësisht se nuk anashkalon dot. Amo diçka ka të vërtetë. Izraeli ka shkatruar gjithë xhamit dhe shkatroi një nga kishat më të vjetra në botë, nga 4 kishat më të vjetra në botë që ndodhin në veri të Gazës, që muajin e dytë të konfliktit. Kështu që kjo lloj ndësie duhet ta kishte marrë në konsiderat. Tani kthehemi pak tek ajo protesta të cilët Gendi. Jo në emrin tim. Jo në emrin tim. E para e vlerësoj shumë reagimin. Jam po të njëjtët eksponent, cilët unë do doja shumë që të shikoja
në këto daljet publike, në këto organizimet refuzuese, në mos pajtimin shqiptar ndaj një gjenocidi, ndaj një popull, thjesht dhe nisur mbi vlera humane, do doja që ndodhte në Shqipëri, ai që ndodhi në Rom, ai që ndodhi në Milano, ai që ndodhi në Barcelonë, ai që ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mbështetësi më i madh i Izraelit të mbushë shkronjtete, sepse tregon që ne jemi popull që akoma kemi vlera dhe kemi empati. Dhe vërteta është që ne jemi një popull historikisht pa që vujtur, paktën, edhe këtë 100 vjeçarin e fundit, po edhe më herë, pa drejtësinë që janë bërë popullit shqiptar, ne jemi një popull që kemi qenë gadishur Ilirikum dhe kemi përfunduar në një shtet që kufizohemi vetëm me shqiptar. Apo jo, që bënin shtete tjera. Nuk kemi arsye shumë për të reaguar, megjithatë nuk e shoh për reagim. E para, e dyta, thash që vlerësoj shumë gjithë pjesëmarrësit dhe gjithë organizatorët, po të doja pjesëmarrje më të madhe. Edhe në atë pyetje që ti bëre, ne kërkojmë Ramës ose kryeministit shqiptar që të ketë në konsiderat edhe përbërjen religjioze, edhe qasjet religjioze, po ne nuk i kërkojmë besimtarëve tonë që të marrin pjesë dhe të reagojnë kur vëllezërit e tyre të njëjtit besim masakrohen. Ne duhet ta ngrejmë zërin për besimtarët tonë, duhet ta ngrejmë zërin të kuadrët e imamët, që dalin nëpër të premte dhe flasin për parajsën, flasin për ferrin, flasin për veprat e mira, flasin për solidaritetin, flasin për vllazërinë muslimane, flasin për çka nuk flasin, ndërkohë që realisht janë out. Ajo që ne kemi diskutuar pak më herët, që këto vazhdojnë akoma flasin sikur të jenë në një planet tjetër. Kush është arsyeja? Ka shumë arsye. Unë nuk e përjashtoj rastin që mund ketë edhe një presion, dhe ka pasur presion. Dikur një nga organizatorët pa thënë që pat një presion edhe nga shteti, edhe nga policia shteti kur do bëjë një protestë para një viti, është normale, ka ndodhur në gjithë botën. Por për te presionit, mua ajo që më vret se kjo ka të bëjë me organizimin, pjesëmarrja është problem. Do të thënë, një nga pyetjet ose një nga diskutimet tona të mëparshme ishte atje që i ndjeshëm te kjo pjesë. Sa faktor jemi ne? Kjo është treguesi. E di pse nuk je faktor. Se që të bësh faktor ti duhet të jesh komunitar, duhet të jesh përbashkues. Duhet të reagosh për parime, jo për interesat tua. Sepse parimi është ai që shton, parimi është ai që bashkon njerëzit. Secili nga ne ka halle pafundme. Dhe ndoshta secili nga ne ka arsye që të protestojë për ditë para kryeministrisë. Çdo shqiptar po them, jo në kontekstin religjioz. Megjithatë, ajo që le shenjë dhe ajo që bën qeverinë të reagojë është presioni masiv qytetar. Dhe presioni masiv ka referencë parimet. Në këtë rast ne tregojmë dhe këtu jam kritik edhe në kontekstin religjioz për besimtarët që janë larguar nga parimet. Nuk e kuptojnë përgjegjësinë që ka qenurit besimtar. Qenurit besimtar nuk është shkosh në xhami 5 herë në ditë e të falesh. Ti di shumë mirë atë ditën që mund të rish gjithë jetën me ballin seshe dhe nuk futesh dot parajs për zbën vepra të mira. Dhe këto kur thua për vepra të mira, shumë njerëz nuk kuptojnë që duhet me dhon sadaka, duhet me ndihmuar të varfër, duhet me bënë çezme. Po, të gjitha veprat të mira. Por reagimi për parimet elementare religjioze është mbi çdo lloj vepre. Feja, doktrina religjioze ngrihet dhe mesazhi religjios ka një parim thelbësor, të cilët unë nuk e ndjoj nëpër predikime. Është drejtësia. Drejtësia. Edhe lutjet dhe falet që bën besimtari, i bën për të qenë i drejtë, për të qenë korrekt me drejtsinë hynore. Apo ja? Patjetër. Vetëm që të fitoj drejtsinë hynore, kaq është. E drejta është e para. Dhe kur flasim të drejtësia, e drejta jetës është njëshi mbi njëshat. Nuk është e drejta e fesë, është e drejta jetës para. Se po s'pat jetë nuk ka fe. Ai që bën fen është njeriu, po s'pat njeri nuk mund të ketë besimtar. Dhe këto janë konotacione të cilat besimtarët duhet t'i kuptojnë. Këta që kanë marrë përsipër të përcjellin mesazhin fetar duhet merren me këto koncepte. Dhe mos merren me diskutime banale, dhe më lejo ta tejkaloj, nuk e di pse tejkalova kaq herë sot diskutimin ton, që e kanë mbyllur predikimin të mësimit religjioz, ke marrëdhënia prindrit me fëmijët, ke marrëdhënia burrit me gruan, ke marrëdhënia nuses me vjerrën. Sigurisht që këto janë pjesë e rëndësishme, por nuk është ky thelbi. Këto janë gjithë derivate.
thelbi është marrëdhënia që ti ke me krijuesin. Dhe marrëdhënia që ti ke me krijuesin kalon ka ajo që thash. Sa respekton atë që krijuesi ka qenë e drejtë. E drejtë. Dhe këtu bëhet fjalë për drejtën e jetës. Në qoftë se ty nuk të emocionon, ti nuk ndjehesh i obliguar për të reaguar për këtë thelb, vazhdo me tjerat mik dhe i pafsharit. Po ndoshta është një farë frikë, ndoshta është Ta thash humbje e benefiteve. Ta thash Gento. Nuk e përjashtoj historinë e presionit politik. Nuk e përjashtoj mundësinë e presionit institucione të tjera si ishte policia e shtetit, cilin unë e di një rast po si ka penguar. Nuk e përjashtoj as presionin e institucionit komunitetit musliman dhe imamëve, kupton? Po feja këtë sfidë ka armik. O do qëndrosh besnik me Zotin, o do qëndrosh besnik me Cezarin. Nëse zgjedh Cezarin, e ke humbur parajsën e Zotit. Ke fitu parajsën e tokës, në thonjza. Dhe në këtë moment harroje historinë i e besimtar. Besimtar është ai që përdor jetën e përditshme ose segmentin nga lindja deri te vdekja për të fituar atë që është e pavdekshme. Në qoftë se nuk e përdor këtë për atë drejtsinë hyjnore që unë thash, që fatmirësisht me zhvillimin e njerëzimit, shumë nga aspektet, dhe kjo duhet të thonë, shumë nga aspektet, mbi 95% të asaj që ne quajmë drejtësi hyjnore, ka marrë kontekst në të drejtat e njerëzit, drejtat themelore, cilat nga njëra anë kanë burim religiozitetin. Drejtat e njerëzit kanë koncepti i drejtës njerëzit ka burim religiozitetin, sepse u krijuar mbi të drejtën natyrale të krishterë, e cilën vetvete ishte doktrinë. Drejtat e njerëzit në Europë u krijuan mbi bazën e drejtës natyrale, ligjit natyral të njerëzit. Kjo është ajo që do të thojë agenti, që ditën që besimtarët do bëhen të përgjegjshëm, që të reagojnë, të bashkohen, të solidarizohen, të kontribojnë mbi parime dhe jo me interese, jo vetëm që do jenë faktor, por shoqëria do jetë më e mirë, shoqëria do jetë më e paqet. Ne do ta duam më shumë njëri tjetrin. Popujt do të duan më shumë njëri tjetrin. Dhe në këtë kontekst po them që shoqëria shqiptare është shumë e varfër. Ne duhet pranojmë një realitet të dhimbshëm nga ne jemi një shoqëri që po dehumanizohemi. Dhe ajo që mua më dhëm është pjesa se sa shpejt po dehumanizohet edhe pjesa religjioze e gjitha besimet. Po vazhdojmë flasim për miqin e Kurbanit për çdo herë, normal që do të dehumanizohet. Po kjo është pra sepse ti e shikon që kontributin tënd ose solidaritetin tënd duhet presësh një ditë Bajrami dhe njëri të caktuar dhe i ke kryer historitë. Edhe ka vlerën e vet në të mos i përmbysim gjërat. Jo, patjetër. Por feja vetëm leo ta zhvilloj edhe dy fjaligën. Feja, besimi vetë sakrificë, nuk është joshe. Jeta besimtarit në të gjitha rastet është jetë e vështirë. Sepse qëllimi i besimit është të luftoj me të padrejtën, të luftoj me të gabuar, të luftoj me hipokrizinë. Dhe këtë nuk e bën për interesa të veta, po e bën për shkak të atyre parimeve që thash. Që nga të shenjta i mori dhe bota jo fetare dhe i bëri drejta njeriu, i ngritin pedestal. Dhe në qoftë se besimtari nuk reflekton këtë lloj sjellje, këtë lloj modeli, domethënë, nuk është besimtar. Nuk është besimtar. Por që besimtar ka kritere. Do sakrifikohesh. Nëse do rish ti oshesh, prit se nëse do bëj këtë, do mbin tatimet, do mbyllin dyqanin, ose do vi një nga komuniteti musliman, do më heqin nga puna, apo kujtoj se kam disa benefite politike dhe mund humbi sepse ky që është pushtet nuk i pëlqen atje. Okej, gjitha këto ndodhin faktikisht. Po kjo është sfida që ti ke marrë përsipër si besimtar. Që ndrosh korrekt me drejtën. Ma dhe përgjigjen asaj që desha në po pyetëm dhe është që mendoj që një besimtar edhe shariat po tjetë, duhet jetë gjithmonë në kërkim të drejtës, sepse ka gjithmonë vend për më mirë. Sigur tjetë dhe shariat po të. Shiko, shariat është fjalë shumë e madhe dhe po do vazhdojmë me terminologji të tjera. E presim, nuk ka problem, e presim. Jo, do ta themi edhe këtë fjali sepse është interesante. Kur përmendet shariat e përmendet të pjesa jo, nuk e di pse jemi kaq vënuar në debatin publik. Sinqerisht ndonjëherë çuditem. Pjesa europiane e cila është mazhorancë nga pikpamja fetare e krishterë nuk ka problem me këtë lloj terma sepse i ka studiuar. Ne flasim për budalliqe, për shembull në Shqipëri, sidomos Kosovë, tash ka filluar rrymë shumë e madhe që
kthim në rrënjët e të parëve dhe se këto se kanë ide, më kujtojnë se parat tonë kanë filluar para 500 vjetësh, se kanë filluar para, nuk kanë lidhje, domethënë, po është një zhvillim që ne kemi pas vitet 90, feja dhe kombë janë sa budalliqe të kota. Është kjo përpara, është kjo mbrapa, a thotë që domethënë ti si gjem duhet të jesh musliman apo duhet të jesh shqiptar? Se po që je musliman ke godit kombin dhe nuk je shqiptar, dhe po shqiptar nuk je musliman, pjesa tjetër ekstreme. Është një rivalitet që nuk ekziston fare, feja kanë ndarë totalisht të histori dhe nuk janë fare çështje për diskutuar, pa ndodh në shoqëri komplet provinciale të prapambetura. Po ajo që do të thoja në kjo Genti që në botën jo muslimane e kanë qartë këto nocione shumë më tepër se sa ne. Sheriat në pak fjalësh ligj. Sheriat do të thotë ligj. Por në kontekstin e përmbajtjes ti është ligj që buron nga tekstet e shenjta. Kaq është. Dhe të flasësh godasësh në emër të sheriatit, ti duhet djesh se cilin ligj në tekst shenjtë, se sheriat flasim edhe unë dhe ti dhe gjithë bota, kupton? Por sheriati nuk e shpikim ne. Sheriati është vetëm ligj që nuk ndryshohet dot. Ka 1400 vjet që ka ardhur, nuk ndryshohet, as nuk është shtuar, as nuk është paksuar. Vetëm zbatohet aty ku zbatohet. Dhe të kritikosh dhe të abuzosh me ditë se doni me na sjell arabizmat e sheriatit, nuk ka lidhje sheriati me arabizmat. Sepse feja muslimane nuk është feja arabe. Edhe feja krishtere nuk është feja hebreve, pavarësisht se Krishti ishte hebrej, për nga nëna, apo jo. Këto janë besime universale, janë besime të përbotshme. Sot po ta shikosh, ka mbi 2 miliard musliman në botë, po 350 milion, ndoshta 400 milion janë arab. Pjesa tjetër janë jo arab, apo jo. Janë shifra dhe janë gjeografi dhe janë histori të vërtetuara. Konotacioni për ta mbyllur, ndoshta kjo është një temë që duhet diskutuar, problemet e sheriatit. Se çfarë është sheriati, çfarë keqkuptimesh ka me sheriatin, se si disa njerëz për goditur sheriatin, i cili absolutisht është nga ligjet që kanë vlerësuar juristët më të mëdhenj botë, i cili ka treguar gjatë kohës që është aplikuar, që ka vendosur, si thuaç, një lloj balance shoqërore, ekonomike dhe jo vetëm të paarrirë. Tregoj vetëm një rast. Kohën kur bota ishte barbare e egër, për shkak të këtij sheriatit, për shkak të këtij ligji, u bë paqja e parë në botë me hebrejt. Kupton? Paqja e parë që është bën kohën e profetit Medine me hebrejt. I dashur ka vazhdon sot kësaj dite studiohet nga jurisprudenca botërore nga. Kurse muslimanët ose klerikët e përcjellin vetëm si krenari. Nuk ke nevojë të krenohesh për gjë që është pjesa jote, kupton? Pse studiohet dhe merret si shembull, sepse ishte traktati i parë në historinë njerëzore ligjor, i cili dha drejta etnike një minoriteti tjetër. E dyta u fol për minoritet, për pakicë domethënë. I dha drejta kulturore dhe i dha drejta religjioze. Sot e gjithë bota, po ta shikosh, gjithë konfliktet që ndodhin në botë, në njërin nga këto pika do të jenë. E ky është sheriati dhe kështu duhet diskutohet sheriati. Nëse ti bie viktimë e një debati të fenomeneve që ndodhin edhe negative në botën muslimane, në botën arabe, ku gjithmonë përkufizohet debati ke kjo perça e femrave, si quhet nikahu apo këto tjera, burka që thon këto tjera. Kjo nuk është pjesë e sheriatit, po është pjesë e lejuar për jetë vërtetës. Është pjesë e lejuar, por nuk është pjesë e sugjeruar. Dhe po të shikosh, ky edhe në botën arabe është një variant shumë i vogël. Dhe të vish të godasësh një besim për një fenomen kulturor, ndoshta edhe me pak provavi religjioze, për të goditur gjithë religionin, kjo është hipokrizike. Dhe kjo është mënyrë e dështuar për të bërë një dialog ose një kritikë religjioze. Domethënë, ka fenomene negative se muslimanët janë njerëz u bë, siç ka njerëz siç janë krishterët, siç janë ateistët, ndonjëherë mund djesh sjellin një besimtar musliman shumë më të poshtër se sa një ateisti. E po ti duhet të tregosh botës sepse sipas shariatit Zoti vlerëson veprën e mirë dhe drejt edhe ai që nuk beson. Se sa ky që beson dhe nuk e ndjek praktikën. E kjo është thelbi që duhet shpjeguar shariati. Përndryshe do bish viktime këtyre manipulimeve mediatike dhe jo vetëm dhe pa dëshirës ose mos kujdesit të atyre që kanë marrë përsipër të flasin për mesazhin religjioz, por të marrë me këto çështje dhe për të sqaruar këto gjëra. Ashtu sikur ishte edhe abuzimi që u bën me xhihadistët. Islami xhihadist, me xhihadin islam. Këto janë konotacione shumë njerëzore vetvete. Xhihadin islam nuk kupton luftë.
Sepse lufta si koncept me islam është e shkruar në Kur'an. Ju është lejuar të bëni luftë me gjithse lufta xhihad. Thotë, është vepër e urryer tek Zoti. Dhe atë, domethënë, dhe atëherë kur ti je i detyruar ta bësh një luftë, dije që po bën diçka të urryer. Dhe atëherë kur ke drejt për ta bërë një luftë. Do mbrësh komin, do mbrësh familjen, do mbrësh fen, do mbrësh territorin tënd, se ka shumë arsye për të bërë një luftë, e dhe je në drejtën tënde. Prapë është e urryer, sepse lufta ka abuzime pafund. Do apo s'do ti do bësh pa drejtësi në luftë. Këto janë gjëra që ti duhet t'i tregosh. Sa për xhihadin, xhihad kaq është ke lufta. Pjesa tjetër dhe thelbi i xhihadit është ajo që thot profeti në një hadith i që thot el xhihadu bin nafs. Domethënë lufta që ti ke brenda vetes. Dhe gjithë që folëm në këtë pjesë të podcastit ton haptos është pikërisht kjo pjesë nga ne besimtarët kemi humbur luftën e brendshme me veten tonë. Është e hidhur, por duhet ta pranojmë. Kaq është. Pas kësaj skemi që themi më se Ermiri është gjithmonë shtërues në mendimin e tij, një miku jon i dashur. Nga ka sjellë të dhuratën për juve, Haxhi Lika. Për emisionin tonë. Për emisionin tonë, tamam. Faleminderit. Është një parfum nga Smell Time. Gjithë e din ku është, po për në rrugën e Durrësit vazhdon të jetë Smell Time. Faleminderit shumë që ishe prezant. Faleminderit për dhuratën. Po e mbyllim për sot. Takohemi në episodin e radhës.